Nika? Atëherë po them fjalën përmbysese dhe një analizë pak a shumë të këtij projekt vendimi. Unë nuk jam dakord me shpërndarjen që i bëhet të gjithë këtyre fondeve që janë rreth 8.ca milion euro. Patjetër jam dakord me pjesën e zjarfikses edhe me rikualifikimin urban totalisht pro, po nuk jam dakord me blerjen e këtyre aseteve me këto vlera. Gjithashtu edhe me disa të tjera që do u them. Tani ne kemi, me që nuk na lat na flisnit, na e kputët, na e prishët llafin fjalën, nuk na e dhat në buxhetin e mbylljes që u bën në 2025-ën, buxheti i ri që u miratua në mbledhjen e fundit, po përmend disa gjëra. Kemi dy ndërmarrje që po kthehen në dy superfuqi me një kosto shumë të lartë. Ndërmarrjen e shërbimeve publike dhe ndërmarrjen e pastrimit dhe gjelbrimit. Në buxhetin e 2025-s kemi miratuar për vitin 2026 për ndërmarrjen e shërbimeve publike, bashkë me ndriqimin që është bashkangjitur, kemi miratuar 3.4 milion euro buxhet. Shikojmë që në shpërndarjen e projektvendimit të sotëm, i cili janë investime shtesë, kësaj ndërmarrje të shërbimeve publike do t'i shtohen dhe 1 milion euro të tjera investime që nga 3.7 që ka do vej me 4.7 milion euro për 2026-ën që do ketë në dispozicion. Shikojmë që nga 7.8 milion euro që do harxojë ndërmarrja e pastrimeve dhe e gjelbërimit, do t'i shtohen me këtë projekt vendim edhe 700.000 euro të tjera, të cilat do shkojnë në 8.5 milion euro. Kemi dy ndërmarrje të cilat janë emrime direkte të kryetares, që do harxojnë të dyja këto dy ndërmarrje 15 milion euro të buxhetit të bashkisë. Rriten investimet në këto ndërmarrje. Tani, kur rriten investimet, duhet bërë dhe një analizë. Pse do blien, tek do blien, sa metra janë, sepse po blien dhe dy skrepa për bordet e kullimit, po do i marrë ndërmarrje në SHP-s, pa i ka marrë me letra këto kanale dhe gjërat e tjera dhe shumë gjërat të tjera. Tani, kemi tek ndërmarrje pastrimit. Ndërmarrje pastrimit ka një listë me asete sipas bilancit kontabël të 31/12/2025, janë rreth 32 asete që në vlerë të kontabilizuar duke hequr amortizimin ka një vlerë 1.9 milion euro. Ndërmarrje pastrimit do blej dhe 2 milion euro të tjera asete, njësoj me sa asete sa ka të trashëguar në gjithë këto vite. Tani, me 4 milion euro asete, qyteti nuk ka vajtur 2 fish. Qyteti ka problematikat e veta në verë, në maj deri në shtator, po gjatë periudhës tjetër dimri qyteti është me 80.000-90.000 banor. Dhe shikojmë në këto asete, në buxhetin e 2026, zëri shërbimeve është shumë i ullët. Do të thotë që këta e kanë më kollaj të blej një aset të ri, t'i bjen shkurt, se sa të riparojnë asete që ata kanë gjendje. Sipas aseteve që ata kanë në dispozicion. Kemi kamion, po i them teknologjik 20 metër kub. 3 kanë në punë, 3 kanë të prishur. Kamionët teknologjik 10 metër kub. 3 kanë në punë, 3 kanë të prishur. Kamionët teknologjik 6 metër kub. 2 kanë në punë, 2 kanë të prishur. Kamionçinat 5 i kanë në punë, 1 kanë të prishur, do? Patjetër, është zyrtar me firmë, po ç'a lidhje ka? Unë e kam këtu, e keni me vull me firmë, nuk i them si qështë, të janë të institucionit. Gjithashtu dhe inventari ndërmarrjes është amortizuar. Gjendjen e mjeteve thot, teknologjik 20 metër kub në gjendje pune, teknologjik 20 metër kub jo funksional, teknologjik 20 metër kub në gjendje pune, jo funksional, gjendje pune jo funksional. Kamionçinat, 2 autofshesat, 2 i kanë në punë, 2 i kanë të prishur, kamionçinat, autofshesat gjithë. Do të thot, nga 35 asete që kanë ndërmarrje pastrimit, janë 13 asete që nuk janë funksional. Pse nuk kemi, të lutem, të mbaroj fjalën pastaj, pse nuk kemi zërin shërbimet i riparojmë të asete? Pse duhet të blejmë asete shtesë me vlera stratosferike dhe mos riparojmë këto që nuk kemi në punë? Ta mbaroj, të lutem, ta mbaroj. Po ta mbaroj, mos më ndërpreni, ta mbaroj deri në fund, pastaj thoni fjalën tuaj. Tani, pse nuk duhet të bëjnë të sistemohen këto asete? Në projekt vendim shikoj që doni të blini një makineri 80 milion lekë të vjetra e cila bën makinë asfalti për riparim gropash me mikroval për në SHP-n. Okej, shumë mirë, ta blejnë. Por unë nuk shikoj as në buxhetin e 2026 dhe as në projekt vendim, nuk shikoj materiale të blerjeve të lëndës parë për të bërë. Me çfarë do punoj kjo? Nuk keni në 2026, as në buxhet dhe aty nuk keni nga kjo. Tani shikoj
pjesa e projekt vendimit, po mos më flisni një Ciceron aty, një në fund një para. Ta mbaroj mendimin dhe në fund flisni tani. Unë s'po ju them që, po mirë nëse unë gënjej në fund pastaj, ato që gënjej unë thuaj që zotëri nuk është e vërtet, ma nxirr me letër. Unë këto që po themi kam nga institucionet tuaj për katse. Po tani më lër flas kryetaret, lutem. O kryetare tani, unë jam këshilltar po flas. Tani këtu Cicerojnë. Tani kemi të blerje, jam shumë dakord që kopshtet, qerdhet për fëmijët e vegjël. Jam shumë dakord që qerdhet, kopshtet, të gjitha të pajisen me materiale, të bëhen kushte nga më të mirat. Por, në qofse kur hap televizorin në mëngjes tek klani unë, thot aty dyshek tek 75.000 lekë vjetra, thot, ofert. Këtu dyshekët janë nga 200 euro. Nga 220 euro një dyshek tek, edhe pjesa tjetër.